Mirëmbrëma. Presidenca, një institucion që deri dje duke si të ishte një shtëpi muze ku në korridore dëgjohej vetëm zëri punonjësve dhe jehona e disa ceremonive shtetërore, sot është ndruar në një nga qendrat e betejave politike mazhorancë opozit. Kjo e fundit ka raportuar dhe pretenduar për 7 shkelje të presidentit si 7 mëkate kushtetuese duke kërkuar menjëherë nisjen e procedurave për shkarkimin e tij. Kreu i shtetit nga ana tjetër thotë se bëhet fjalë për thjesht çështje politike, por a janë këto shkelje reale apo thjesht një interpretim i ri për të mbajtur ndezur lojën edhe në kuadër të rrëmujës ligjore për zgjedhjet në Tiranë? Sa të drejtë ka presidenti dhe sa të drejtë ka opozita në pretendimet që sjell? Ku ndryshon iniciativa për shkarkimin e Begajt nga ajo e dikurshme për shkarkimin e Metës? Këto do të diskutojmë fillimisht dhe pastaj do të ndalemi tek një tjetër moment 24 orë pas raportimit të fundit të Altin Dumanit në karrigen e kreut të SPAK. Çfarë mesazhi i dha publikut përballja e fundit? Pyetje përgjigje në Komisionin e Ligjeve. Cilat janë, le të themi, mesazhet në rreshtat e kreut të prokurisë së posaçme dhe çfarë ka mbetur ende në tryezë para largimit të tij nga kjo detyrë shumë e rëndësishme. Insert i parë dhe rikthehemi në studio. Sipas kushtetutës, presidenti i Republikës i ndalohet të kryej çdo veprimtari tjetër shtetërore dhe çdo veprimtari private. A e dini ju, dashur zgjedhtar, që presidenti jo, ndërkohë që është president, rezulton të jetë i punësuar dhe merr të ardhura nga një klinik private mjekësore? Pra ditën bën presidentin e Republikës, mbasditë paguhet nga rrjeti i klinikave private Axhi Badem, siç deklaron vetë të ardhurat çdo vit. Unë nuk merrem me thashë theme. Një gjë ditë ju them që kam dëgjuar në media tuaja, pas një nga media tuaja që thoshte Bardhi 2 pika, Bega është i pabull. Edhe t'ju them të drejtën, të lutem. O zonja, po mirë. Akuzat janë me emra ta mbaroj. Më pëlqen organizimi, por më lini të përgjigj. Tani unë po ju them që kjo gjëja që sapo pash një nga media tuaja nuk lidhet me personin që e ka thënë, se personi që ka thënë ka në rëndësi. Rëndësi ka që të ketë dhe një etik institucionale në marrëdhënie me institucionin e presidentit. Nuk është nga kushtet, është më keq se nga kushteta. Kurdo, presidenti shkon bën para ndodh në botë kjo. Okej, me rikthyer në studio, të ftuar mbrëmjen e sotme kam zotin Tedi Blushi, deputet Partisë Lirisë, njëkohësisht sekretari i përgjithshëm i kësaj force politike. Nderuar, shumë faleminderit që na Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Zotin Bledian Koka, gazetar, nderuar, shumë faleminderit. Mirë se gjeta, kënaqësi. Zotin Dashnor Sula, ish deputet Partisë Demokratike, nderuar, shumë faleminderit. Mirëmbrëma, kënaqësi. Zotin Ndrisefa, avokat, nderuar, shumë faleminderit që na bashkëpunoni. Faleminderit për ftesën. Zoti Blushi, do e nis me ju, meqense opozita pretendon për disa shkelje sa i takon institucionit të presidentit të Republikës. Pse keni dalë në këtë përfundim? Janë interpretime politike apo vërtet ka shkelje në pretendimet që ka opozita? Së pari, unë kam pak të vështirë për të ndarë me ju një vlerësim lidhur me integritetin e institucionit të presidentit të Republikës, sepse kam qenë dikur këshilltar i presidentit të Republikës, në atë kohë presidentit Meta, i cili në fakt më rezulton i fundit president i cili bëri gjithçka në funksion jo vetëm të mbrojtjes të kushtetutës, dhe këtu duhet ju rikujtoj edhe manifestimin madhështor të 2 marsit, pikërisht në mbrojtje të ligjit themeltar të shtetit, por gjithçka për të mbrojtur edhe interesin kombëtar dhe interesin publik. Për fat të keq, jemi kthyer në një shtet karagjos, dhe mënyra se si kreu aktuali shtetit po shtilet në raport me kushtetutën në fakt le një shije jo të mirë
Për sa kohë kemi të bëjmë me një institucion I cili presupozohet është në krye të kupolës së shtetit, por që fatkeqësisht më vjen keq ta konstatoj, por që është bërë pjesë e këtij shteti në fakt sa karagjos, aq edhe armik në raport me interesin publik dhe sigurisht në raport me kushtetutë. Okej, zoti Sula, në krye të emërimit të zotit Begaj në krye të presidencës, ju e mbështetët këtë gjë pavarësisht se e dënuat procesin e ndjekur nga mazhoranca në atë kohë. Sot jemi në kushte të tjera kur opozita pretendon se ai ka bërë disa shkelje dhe kërkon të iniciojë një procedurë për ta shkarkuar. Çfarë në herë radhë parë nuk kemi mbështetur se ne nuk kemi votuar si opozitë. Ja, keni mbështetur publikisht kuptimin që si figurë, por procesin e keni dënuar. Institucioni I presidentit është një institucion jashtëzakonisht I rëndësishëm dhe që është institucioni ose figura e unifikimit të gjithë qytetarëve shqiptar edhe të gjithë pushteteve, se kështu të paktën një neutral me mazhorancën, me opozitën, me gjithë. Por zoti Begaj ndoshta unë nuk kam asgjë me atë person, se kam takuar në herë në kuptimin që të flasë, bisedojë, të kem kontakte dhe gjërat, por edhe ti që edhe mos e kput nuk shkon gjithmonë në kuptimin që në fundit presidenca ka ca kompetenca, nuk është se ka shumë kompetenca me ndryshimet që u bërë nëse 1 prill 2008 ndryshimet kushtetuese, patë edhe ndryshimet të kompetencave të presidentit, institucionit presidentit. Mos ndoshta nga fakti që s'ka më kompetenca, ka gjetur pak kohë për të marrë edhe me angazhime të tjera, zoti Sula? Gjithsesi, me fjalë, me çka kam lexuar se nuk jam nga ato persona. Sepse pretendimi I zotit Bardhi është që bën një punë të dytë krahas ushtimit detyrës si presidenti I Republikës si mjek, pra në një klinik private. Nuk ishte pretendim, është publikuar dokumenti, referuar deklarime. Tani është e vështirë. Presidenti pretendon të kundërtën, thotë që janë deklarata politike. Po. Jo, s'pretendoj fare, thjesht ta deklaratë politike, por nuk dasi fakt për të kundërshtuar tani duhet me u ndarë, është e vërtet, s'është e vërtet. Ka fakt, ka prova, s'ka prova. Edhe kjo I takon palës që është opozita e cile ka ngritur të pretendim dhe vetë institucionin të presidentit, ka parasysh që do duhet që të ketë një deklarim I cili do duhet të jetë I ndërgjegjshëm, I logjikshëm, I arsyeshëm dhe qytetar edhe në rolin e kryetarit të shtetit që është e vërtetë, nëse pastaj nëse nesër del që është diçka ndryshe nga ato çfarë deklaron, pastaj ty fillon problemi, impeachmenti, që thuhet pastaj për shkarkimin për të gjëra që duhet më kuptuar. Por në aspektin njerëzor, pam kuptuar asnjë qytetar të nderuar televizorin tuaj, mjekët janë gjithmonë, po themi, human, profesioni human, por nëse bëhet fjalë pastaj që të ketë që të themi që human edhe në këtë kohë kur mjekët janë të larguar nga vendi, besoj se duhen mjekët. Pra ka ngelmunin rrugë, ndalon baromi eskortën, edhe I vjen dim, kjo është humanizëm. Po vazhdoj më tej. Me lekët, po s'është humanizëm, është shkelje ligjit. Ka nene kushtetuese që rregullojnë presidentin detyrë dhe presidentin jashtë detyre. Edhe kur flej gjumë madje. Kjo që thua ju zoti Koka pa diskutim, por ka edhe gjë tjetër. Nëse shko me të vërtet e kryen atë, prap do duhet në një farë mënyrë ta vlerësojmë. Por nëse nuk shkon dhe nuk ekziston gjë tillë, po thjesht me para, tash po aludoj tash, nuk di se është e vërteta. Mos shikojmë ka një ngurë gjë. Po mua je deputet akoma I partisë I parlamentit të Shqipërisë. Pra një herë deputet gjithë jetën deputet, siç një herë president gjithë jetën president. Po them jo pra, jo. Nëse ka bën këtë që thua ti, jo çfarë them unë, çfarë thot ligji më zotëri? Por ligji nuk lejon. Atëherë këtu, për ligjin, do flasim në ditë neve, apo do flasim për disi tona personale në raport me këtë burrin? Po flasë një herë tjetër tani, nuk e din të ardhë krijuar që më thotin drejti. Të ardhë krijuar më përpara se të merret detyrën dhe janë paguar 2003-shin. Unë nuk jam njeri tani të drejtoj, edhe për shkak të profesionit prokurorit, nuk jam nga ato njerëz të cilët doli deklarat një person ose një forcë politike të them që është kështu. Nuk e lejoj vetes si gjë të tillë. Përderisa kohë opozita ka një pretendim, diçka ka. Në momentin që do paraqitet gjithë provat, pastaj aty do të kemi një qendrim. Zotëri, është shkel kushtetuta, është shkel
se figura presidenti nuk lejon përmbushje të detyrës as i funksion tjetër, apo e ka bërë për bamirësisht kështu aty, apo e ka bërë përpara. Për bamirësisht më bet tjetër. Po pikërisht pra, nuk e dim. Qofse shko çdo masditë ke kryqi kuq dhe asiston, jep gjak, apo mëson njerëzit si duhet ndihmojnë njerëzit kur mësojnë aksidente, ku ta gjejmë një president të tillë. Sepse presidenti i Republikës kemi realisht të tillë ne. Edhe me Simizonja nuk lejohet. Kjo mund të kisha edhe me kjo është akuzë që vjen nga opozita që jo. Përkundrazi, kemi një president kothere, i cili merr dhe rrugën e presidentit, po do të marrë edhe ca lek tjera. Veci president, madje edhe çuni. Edhe çuni që është në Gjermani. Ka akuza. Shko. Okej, se va. Presidenti i Republikës, juridikisht sa që ndrojnë pretendimet e opozitës. tani për mendimin tim opozita tani është bërë edhe si lojë që për çdo gjë që ka me vrap në televizor. Po ç'të bëj vetëm atë? Jo, pra jo, se nuk po denoncon një funksionar të rangut të dytë, një drejtorie, është presidenti i Republikës, është uniteti i kombit, është simboli i unitetit të kombit. Ky presidenti ka idenë. Një minutë lutem, po ta mbaroj pastaj. Tani presidenti që kush është president, po ky presidenti. Po ja më ta mbaroj pra, po dakord për çdo qasje me pozicionin ky. Tani ja ta mbaroj pastaj. Ky presidenti që dele thotë që firmosa një dekret se më than këshilltarët se unë se di çka ka firmos. Ky presidenti për te do flasim në ditën konstitucionalist ose tri. Presidenti është president, prandaj ka këshilltarët. Prandaj ka këshilltarët. Po ne ta mbaroj pastaj do presidenti përpara se të bësh president republike. As Bujar Nishani ndjes pas, apo jo? Po s'ka qenë as konstitucionalist nuk ka qenë. As pas njëri nga këto nuk është. As Zoti Meta nuk ka qenë konstitucionalist. Po pra, po as nuk japi, po nuk i pas jurist, do thonë që më tha. Si ka pas Skëndervishi, Blet Dervishi mu, tha Met, dali Met, po tha Blet Dervishi ky dekreti nuk është shumë. Le ta mbaroj edhe pastaj të them. Përpara se të merrte detyrën, presidenti ka qenë mjek i jashtëm ose konsulent te ka qenë general i ushtrisë o zotri. Shefi i shtabit mor. E kupton është njeriu më paraleliste, ka bërë part-time të po zot zoti, të kemi betejë, ka qenë njeriu më i rëndësishëm. Ka drejtuar ushtrisë shqiptare. Ka ardhur të deklaruara rregullisht nga institucioni spitalor që ishte në fjalë që ishte deklaruar te deklarimi i pasurisë. Opozita kur e ka vënë re këtë gjë me drejt Zotit, të bënte pak një hetim brenda mundësive të saj, se cili prej tyre është deputet. Edhe çdo deputet ka të drejtën. Fal, pyetja është si është sipas teje? Po më dëgjoj pra deri në fund pastaj analizoje. Si është sipas teje? Jo. Po bëre koment opozitës, unë nuk pranoj. Ne ta mbaroj un prap. Sepse deri dje ke qenë ti ka opozita, unë broja qendrimit. Po pra zotri, po unë jam dakord zgjidh faqe para kallëzimit, para kallëzimit komplet pra, dakord se jam ashtu. Tani dëgjoj me vëmendje, dëgjoj me vëmendje. Nëse presidenti i Republikës ka një kalim, sot pagesë mujore shkurt 2023 ka shpërdoruar detyrën zotri. Ka qenë president. Qoftë ka shkurt, ama deri në korrik 2022 ka qenë nuk ka qenë president zotri. Qoftë këto pagesa. Ka qenë deri në korrik 2022 shefi i shtabit. Po ha, lejohet shefi i shtabit. Lejohet shefi i shtabit? Është gjë. Po ka qenë mjek spital ushtarak zotri. Lejohet shefi i shtabit. Shefi i shtabit përgjithësisht lejohet bëj punë dytë. Me qira fjalë, ai di shefi i shtabit teknikisht është si presidenti i Republikës. Ka qenë mjek o zotri. Tani po të them. E kupton çfarë po diskutojmë apo jo? Ai ka deklaruar 5 vjet rresht zotri. Pra si shefi i shtabit mund ta bëte, si president se bëka. Ore kupton. Presidenti e ka të ndaluar në kushtetut, o zotri, e ka të ndaluar kushtetut. Po shefi i shtabit. Unë se di, nuk e di. Atëherë kur se di pse? Unë nuk e di. Pse mund dorë? Prandaj po them pra. Ore, çfarë po them? Apo akuzon presidentin apo shefin e shtabit? Po akuzon shefin e shtabit? Akuzon shefin e shtabit kërkoj të dy. Se ke kërkuar. Tash ja kam konstatuar unë. Tash ja kam konstatuar. E kërkosh kërkimin presidentit. Se je dhe avokat mos u nxito. Le ta mbarojmë vare. Se pasi ne po konstatojmë një president kothere që kemi në krye të shtetit dhe ti po i den mbrojtje. Unë mendoj që është turpi i vendit. E kupton, ky është dyshimi mes nesh. Nuk e them kështu. Para 2 vitesh ishte ti ke pozicionin im. Kam respekt për institucionin. Po ju e lidhi emrin me institucionin. Unë nuk e lidh emrin me sepse ke gabim, pra ke gabim. E ke gabim se për faqe zez. Emri o Enderon e bën pisë. Jo pra, emrin e ka inkurris. Emrin o Enderon e bën pisë. Emrin e vetë ka inkurris. Institucionin e ka Enderon e bën pisë institucionin. Sepse shkelja e kushtetutës. Shkelja e kushtetutës nuk e shkeli Karrigja. E shkeli Baromi me firmë. Po kushtetuta kush e konstaton që ka shkel? Gjykata kushtetuese. Kur? Si kur? Kur? Kur ja e thot gjykata kushtetuese, neni. Kur më zotri? O zotri je jurist.
me qira fjala. Qa thot neni 11, 86 dhe 88 O zotri, kur e ka shkel? O zotri, kur e ka shkel? Kush e ka konstatuar? Kush e ka konstatuar? Opozita ka denoncim. Ti për këtë merë dekretin, o zotri, merë dekretin çon gjykatë konstitucione. Për këtë që ka bërë opozita. Për kë? Ty të shqetëson kjo që ka bërë opozita për mendimin si ka mundësi që ti direkt dike se për të justifikuar Baramin dhe nuk dike se ti s'do të dëgjosh o zotri. Unë më them, opozita ka detyrimin. Ti je për avokatin e Baramit. Jo, ka detyrimin. Unë për mua sot i avokati Baramit. Po jam i presidentit tim. Jam i presidentit tim. Jo, jam i presidentit tim. Jam i presidentit Ramës lat. Se opozita është i Ramës. Me qoftë se ti edhe një shtetin ju keni dy shtete blet. Ke një shtet të Ramës edhe një shtet patjetër. Qoftë shteti vepron në kundërshtim me konstitucionin, nuk është shteti. Jo, unë nuk kam dy shtete. Qoftë shteti nuk kam dy shtete. Nuk është shteti. Nuk e konstatoj dot që me shtet antikushtetues. Pa u shpreh gjykata kushtetuese. Pa u shpreh gjykata kushtetuese. Dëgjoj më. Pa u shpreh gjykata kushtetuese. Si avokati i presidentit. Jam i presidentit tim, jam avokati i presidentit tim. Do të trajtoj si ti. Dakor, jam avokati i presidentit. Kur ti bën gjyqin opozitës dhe mbron një njeri që shkel kushtetutën dhe nuk lexon asgjë dhe dëgjoj për shkeljen. Tani mund ta them po i juristi. Unë nuk të le hap rrugë zotri. Një moment që ti dëgjojmë argumentet të plota. Ta mbaroj zotri. Po, përfundoj. Opozita ka për detyrë ti dërgonte kërkesë institucionit. Ti thotë o zotri e ke paguar këtë zotrin ti? Për çfarë e ke paguar zotri? Çfarë periudhe? Çfarë periudhe dhe për çfarë? Ti dërgonte kërkesë Presidentit Republikës, thotë ke marrë këto lekë zotri, kur i ke marrë për çfarë ke marrë? Me shkallë zyrtare. Ili DKP-i ka deklaruar këtë, keni kontrolluar, keni hetuar apo jo? Kjo është opozitë. Mbaron këto, konstaton që ka shkelë dhe del aty në televizor thotë ti zotri do të japësh dorë. Në rast kundër ti, në rast të kundër, unë do të deklaroj. Po tani më le tani ta mbaroj, më le ta mbaroj. Kur ti deklaroj, do të them ka bërë shumë mirë. Kur ti deklaroj, kur ti nxjerri, do të them ka bërë shumë mirë. Sepse e di pse para gjykoj. Sepse doli tha ka marr lek të madh kompania asiguracionit. Jo, nuk tha. Ua, ka bërë tendera tha. Ka bërë tendera tha. Tendera. Sepse tha lekët ta korrupsion, ka bërë korrupsion. Nuk e ka thënë ashtu. Jo, apo të s'do ti tani rregull. Nëse s'do. Nëse s'do. Ka bërë tendera ka thënë. Ka bërë tendera. Edhe tha lekët e korrupsionit tha. Jo, lekët e korrupsionit tha. I merrte për drejt. Ne do bëjmë kallëzim penal spak për korrupsion apo jo? Nëse e parashikon ligjin pse jo? Unë jam dakord pra, dakord. Ti mund të jesh dakord për parimet. Dakord, aty vërtet është ai që më që më the edhe avokati i presidentit, po ta them prapë. Tani. Për mua kështu po sillesh. Dakord, po kështu si. Sepse ti në vend që të vësh një moment të kërkosh llogari. Juridikisht bën denuncim opozita, deri ishte kolegë atë që bën denuncimin, po ta dëgjojmë njëri tjetrin. Ergviz. Opozita që ta bënte një detyrë tamam qytetare. Si ta bënte? Duhet. Ti merrte leje Ramës apo Baramit? Po jo, jo. Si ta bënte? Ç'është kjo? Po ta bënte mirë. Çfarë dëshirësh mi jo mirë? Si duhet ta bëj? Mos ta bëj ti sotri. Mos të zinxherta, se nuk i zgjori. Po e di ne. Se nuk i zgjori po. Po shko kërkoj aty. Po pse se kërkon? Po fal, po ti si mund të bësh gjyqin te opozitës dhe nuk ngresh shqetësimin për atë që është opozitë. Ore nëse po të them, shumë mirë ka bërë një vjet, po do ta bëj. Një moment që ta analizojmë debatin. Ti tha ka shpërtim të tyre. Analizojmë debatin. Ai ndërkohë mbasi e rrëzoi. Ti se the, ai e tha. Ju lutem ta analizojmë debatin. Presi e rrëzoi një moment. Nëse. Unë po them si duhet të bërë ore. Ore unë shikoj qendrimin. Unë do them si duhet të bërë. E dini si ka bërë punë opozita, ja po ta them unë, disa kallëzime ka bërë opozita, që ti dim shumë mirë. Po ishin punë precize zotri. Tani po bën matje ashtu që thuhet mes juristësh në NPD. Kjo është çështje tjetër. Kjo është çështje personale, mes nuk futet. Ka lidhje fare me asaj. Natën personale nuk i zi dot. Punë precize po. Unë sot kam parë disa fakte që më bëjnë besojnë që ne kemi çfarë zoti Koga? Dakor, zoti Koga. Vazhdo ti se po dëgjoj me vëmendje. Jo, unë bëra ca pyetje për ato që kish. Zoti Koga, opozita për t'i bërë një shërbim qytetarëve, siç duhet, po të them, duhet të mos të nxitonte sa që erdhi një letër në dorë të dilte në televizor, po duhet të bënte një punë hetimore të vetën, të merrte disa informacione që çdo institucion ka detyrë t'ia japi, ka detyrim ligjor t'ia japi, pasi ti vërtetonte të gjitha informacionet, duhet dilte dhe duhet ta bënte. Pra ishte nxituar përveç impeachment, do më bënte kërkesë për shkarkim, duhet ta ditë publikut të bënte të faktet të ditur publikut, sepse në fund të ditës është zotri, ai është presidenti im, i zotit Bardhi, i zotit Berisha dhe i të gjithëve, është presidenti i Republikës, edhe nuk është
Bariam Bega si individ, është presidenti i Republikës, edhe ne do të kemi të paktën për institucionin, do të kemi respektin për institucionin. Për presidencën. Pastaj, se çfarë lidhje ke ti me individin është diskutim tjetër. Po institucioni është institucion është. Edhe për institucionin, edhe opozita për institucionin e ngre kauzë. Po të kisha hallin institucionit, nuk do thoje që doli po opozita nxori vetëm një letër sot. Sot kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike ka mbajtur një konferencë 40 minuta ku ka rreshtuar 7 arsye për cilën opozita në drejtën e saj, në analizën e saj, në vlerësimin e saj beson se presidenti i Republikës ka shkelur kushtetutën. Dhe pika për cilën debatuam ne të dy bashkë, dashuri është pika 7, nuk është e para. Fillojmë nga e para. E para kush ka qenë? E para thotë që për Partinë Demokratike caktimi i zgjedhjes në Tiranë është në kundërshtim me kushtetutën. Sot minimalisht, me që je jurist dhe ke qenë dikur pjesë e Partisë Demokratike, ti duhet ta dish që denoncimi që ka bërë zoti Gazmend Bardhi është i faktuar. Nga kush? Nga vendimi i gjykatës kushtetuese. Nga vendimi i gjykatës kushtetuese. Nga vendimi i gjykatës kushtetuese. Sot ka një vendim të gjykatës kushtetuese që caktimin e datës së zgjedhjeve në Tiranë e ka cilësuar të pajustifikuar dhe të pabazuar në ligj. Dhe që me shumë gjas, nëse këtu kemi gjykatë kushtetuese, po pra është pezulluar. Ka pezulluar efektet. Më dëgjon edhe një herë. Ka pezulluar efektet pra. Tash për pezulluar. Do vendosen datën në një moment tjetër. Sepse në një moment tjetër gjykata kushtetuese. Ndalemi të pak tek pretendimet e para. Zoti Koka. Dhe tha që pezullimi është kërkesa për pezullim është e drejtë, sepse vendimi i presidentit e Republikës për caktuar zgjedhje kushtetuese, është antikushtetuese. Edhe për mua, dekretimi i datës Tiranës është gabim. Është në kundërshtim me ligjin. Po, kemi diskutuar në këtë studio. Ti ndrit si juriste ka marrë në kushtet që nuk është bazuar në kushtetutë. Po kaq mjafton pra. Po mjafton jo për të kërkuar shkarkimin e një presidenti. Si ndrit si jurist, si avokat. Po nuk është mendim gjykatës. Një moment. E habitshme është që mendimi jot pajtohet dhe me ato të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Në këto momente po s'ka rëndësi. Po zotri po ta them tjetër. Çdo rregull ka përjashtimet e veta. Tani gjykata kushtetuese nuk ka marrë vendim. Do flasim për pyetjen që na bëri zoti gazetar. Tha, çfarë ka denoncuar sot? Ne të dy debatuam për atë pikën e cilën ti mendon që s'ka drejt. Ndërkohë që këtu ka ca pika shumë të rëndësishme. Për cilat pika mendoni se ka drejt zoti Koka? Për gjitha, për mua për absolutisht. Për 7 pikat mendoni që janë shkelje. Që gjë më e parë, pika e parë, cilën me zgjuarsi grupi parlamentar ka vendosur në krye të artikulimit sot, nuk kush është që caktimi i zgjedhjeve në Tiranë është bërë në kundërshtim me kushtetutën. Dhe vendimi për pezullimin e zgjedhjeve të pjesëme në Tiranë i cilësuar si antikushtetues nga gjykata kushtetuese që është garanti i ligjit themeltar të shtetit, është treguesi i asaj që Partia Demokratike me drejt pretendon për institucionin e Presidentit të Republikës, nuk po merre me emrin. Për këtë do flasim pak neve? Që këtu, a duhet të shkarkohet ky president? Apo duhet të presim që ky të bëjë një çmenduri tjetër? Sepse ky njeriu e di fare mirë që e ka urdhëruar Edi Rama për të caktuar zgjedhjet ashtu siç i caktoi dhe për të shkarkuar Erion Velien që me shumë gjas edhe ai vendim dorëzohet nëse gjykata kushtetuese e ruan të njëjtin kut që ndoqi me vendimin për pezullimin e zgjedhjeve të Tiranës, nëse është e njëjta logjikë juridike dhe po e themi kot edhe mos ndërhyrje politike. Pra do shkojmë ke njëjta gjë. Për këtë gjë me që po flasim. Por, a mjaftojnë këto zoti Koka për të kërkuar shkarkimin e presidentit? Fali sekond. Pyetje, unë pyes. Jo, shumë mirë. Edhe si qytetar, po edhe si gazetar. Mjafton një shkelje kushtetute, presidenti jo vetëm shkarkohet, por ka rrezik shkojë edhe në burg, një vend normal. E kupton sepse presidenti shkelje cënimi i kushtetutës është akt i thyrjes së rënd, por minimalisht duhet të shkarkohet në një vend normal, bëhet impeachmenti, po pikërisht pra sepse këta kanë bërë. Për çfarë bëri ai e di fare mirë. Ai di fare mirë çka ka bërë dhe ai doli intervistë më një herë mbasi bëri vendimin e tha unë këtë vendim se kam marrë, po kështu tha Ilir Osmali. Nuk e tha me emër, po gjithë e dinë që mbrapa vendimit Presidentit të Republikës e them këtë emër për shkak se ky emër pastaj na del në një moment tjetër që është bërë denoncim sot nga Partia Demokratike. Më thanë kështu, më thanë juristët, tha që ky është kushtetues, i jepi drejtim, firmosi çik. Sepse ne këtu jo vetëm që kemi drejtora bedela që firmosin për hir të ministrave apo zëvendësministra, por ne këtu kemi arritur të kemi edhe një president bedel që firmos për llogarit kryeministrit. Dhe unë mendoj që kjo është shumë e rrezikshme. Tani a mund të rreshtoj të 7 pikat shkurtimisht? Okej, se do ndalemi te cila pikë, po ndalemi tek pjesa e parë. Kjo pika i ka faktet me që kamera Kindriti, i ka aty. Do flasim çik këto bashkë me ish zotin deputet dhe patjetër. Kaq kisha. Dgjoj. Tani unë gjithmonë
Mundodhe, edhe kur kam qenë pak në deputet, kam qenë gjithmonë i kujdesshëm në artikulimin e akuzave. Se gjë më e thjeshtë që mund të bësh, sot thuash hajt do të ky këtu i korruptuar, ky ashtu e kështu. Pastaj është nuk i njëri. Edhe ju mendoni që është nxituar opozita në kërkesën për nisjen e iniciativës për ta shkarkuar? Jo. Të lutem, nuk them që është, jo një minutë. Unë nuk them që është nxituar. Absolutisht. Është drejt opozitës. Është normale, më. Është politikë. Por nuk mund sillet dot opozita si majorancë kur nuk e kupton se ku shkon gjëja. Politikisht ato kanë drejtë sepse rrejnë problemin e gjitha gjërat. Por ajo që tha Indriti, që është shumë rëndësishme, ndoshta ato dhe i kanë, e hodhën sot sa për të kuptuar si do vejnë gjëra, opinioni, shoqëria, edhe gjërat e kuptojnë. Dhe ajo që tha Indriti, fillon shkresë zyrtare presidentit të Republikës. Mjep një... Si ke marrë këto lekë? Si ke marrë këto lekë? Ka institucionit presidentit. Pastaj, se që shë bën presidentit... Përgjigjen pëse puna ti? A Gjibademi që ishe kjo, nuk po reklama, klinika mjekësore, sa shumë, sa kjo, që dite, që muaj, që viti, para se të mërë të funksionin presidentit, apo masë... Në fakt e ka deklaruar... Pra, janë një varg pikpyetjesh të cilët do duhet që të sqarohen. Në momentin që këto... Po nëse vërtetohet, zoti Sula, që pas ka bërë edhe këtë punën tjetër, qoftë edhe mjek, se ju thatë human, por... Ose qoftë ka morë lekët pa shku. Ajo është... Po pra, thash edhe këtë tjetër. Është logjika. Nga do të ardullosh... Nuk do të marrja si të ardhur tjetër, tani çati themi. Thot këtë që por sot në këtë pikë, më mirë është ta keq opozita apo të jetë në shkel kushtetuesës presidenti. Kush është më rëndësishëm? Më mirë keq opozita alla. Më mirë keq opozita. Absolutisht, rezultate po, në s'pëtemi një. Prandaj ne duhet ta vëmë që presidenti i Republikës. Por mua dëgjoj. Kjo është shqetësimi dhe replika që po bëja me ty. Tash prit vllati, mos i bëjmë gjyqin opozitës. Opozita ka ca dhëna dhe i publikoi. Në rastin më të keq e ka gabim. Po në rastin më të keq akoma dhe më të tmerrshëm, po pikërisht po këtë do të thotë. Po këtë, më fal. Dhe kjo ishte prapë se me nuk duhet ta akuzojmë një institucion. Zoti Koka. Unë kam patur fatin të jem. Rritë pretendimin vëlla. 1 2 3 4 për opozitën këto gjëra. Unë kam patur fatin të jem deputet edhe në majorancën tonë, edhe në opozitën tonë tani dhe majorancën e Partisë Socialiste. Po ta them, ndoshta nga ngel edhe si punë, nuk e di, shëringe, të thosh vaksine, nga qenit prokuror që s'flas para kohë. Para po e përsëris. Përveç në stadium. Kush e ka, me padogan, si politikë të bosh. Përveç në stadium. Politikë të bosh. Bëj politikë. Po të drejtosh gishin ndaj një personi, kushdo që, edhe një qytetar thjesht, vllajin, motrën, degë, e thosh ashtu, në shumë e rëndë. Unë jam për këtë. Ndiq rrugën më të mirë, më të qetë, grumullo faktet, grumullo provat, dhe kur ta kesh në fund pastaj qiti ujtë i zi. Qiti ujtë i zi. Por jo të hedhë. Po se kanë sharë, mor burr. Por i thonë që caktimi i zgjedhjeve do të janë kundërshtim kushtetues. Se më vjen në turp se ka ditëlindje doktori sot. Pas nuk i thuat tjetër tash idiot. Pastaj idiot, i thuat drejtuesi spaku idiot, tha sot në konferencë shtypi doktori. Nuk flitet kështu. Flitë pra, një për temë. Por doktori. Pas ka thënë këtë doktori. Okej. Nuk shko. Pa pranueshme kjo sjellje. Okej, se është një... Po ta shaj pra edhe në televizor tash nga gruaja pra. Kjo logjika, po nuk ka tani. Pritet pra herë tani. Po pritet se jemi, tani, s'kam gjuhën e njëu ta shaj sa Liberishën. Jo mos s'kam gjuhë. S'kam gjuhë. As institucionet. Jo. Në i kokër idioti ka ke majoranca, që e sot, por të gjithë ka një farë respekti, tregoj një kulturë, tregoj një edukatë, gjithë gjana. Fjalët e fyre, po fyre. Politikën shqiptare se kemi pak do sjellje. Ti gruas një hate që thuhet tash për çfarë po flasim më burr. Por miku im. Tani ora zoti më, po mirë, tani e thot tjetri, edhe ky tjetri e thot. Unë s'kam thonë vllati, për 20 vjet politik. Pra asnjëri. Ai s'ka kështu. Edhe se them. Se s'ka me lloj edukate. Që gruaja jote vllai jot. Nuk e ka me besa jote ka. Po. Jo më ka thonë kështu. Që ke turp që ti ke marr grun. Se të kam bëgë shuta, tash mos më plasë kështu gjëra tani tjetri. Është turp. Okej, mos dalim nga tema. Turp. Nuk bëhet, nuk bëhet. Pse? Sepse i dhem shpirti shumë për veten e tyre. Mos dhem shpirti për veten time. Mu më dhem për qytetar, për gjëra të tjera. Unë jam për etikën tash. Për etikën, shumë etikë, duhet etikën. Që ta dish. Sepse tani pret pasaj dhunë familje, fëmijët
Dëgjoj, se ti je tifoz i Milanit si puna ime. Kur Ronaldo, kur Messi, pse merren si ambasador të paqes ato? Se merren gjithë si pikë referimi për rinin, për fëmijët, për gjithë gjëra. Pa kur del kryeministri, kur del presidenti, kur del deputeti, kur del ministri, thot fjalën rrugaçit, si rrugë tash që nuk jemi habitat e rrugaçit. Pastaj je aty. Unë kështu shikoj. Kështu shikoj. Është halli më i vogël që ne kemi. Halli më i vogël, nga ty fillon gjëja. Nga ty fillon gjëja. Po theme ti themi temën se kaluam te etika, kaluam te jo, kjo është tema pra. Jo jemi tema këtu. Që edhe sot për presidentin. Kemi këtë tema e moralit ti çon deri në fund. Baram, haram, durman, lesh për shesh. Pritet të shima. Pritet të shima. O dashur. Ai mund të jetë, mund të jetë ignoranti më i madh, po fundi prapë po nuk bëhet shumë. Jam shumë dakord. Po nuk bëhet shumë. Jemi ke politika, nuk jemi. Nuk e kam parasysh opera. Unë e kam për gjithë. Do doja shumë që të ishte politika siç e thua ti, pra si në Skandinavi. E kam për gjithë. Por ne kemi modelin amerikan. Ku edhe presidenti amerikan i thot kolegut vet që rritet ditën diell. Se është i paaftë dhe është. Do të thotë do të kesh nerva politik. Që do të thotë do të kesh duri politik. Që do të thotë do të menosh drejtojeni erthikën tek vetja jote. Atë dhe truktat po të zëm. Nuk e bën asnjë atë. Nuk e bën. Jo, e bëjnë. Prima e bëjnë. Po s'është ky halli që kemi sot. E bëjnë. Kam bëllë kolektimi. Halli sot që kemi është ka shkelur apo jo presidenti i Republikës Kushtetutën. Do flasim për këtë. Apo do flasim çka ka thënë Sali Berisha. Mos kaloj gjithë shkallë, nuk po them Sali Berisha, po flas tërsi, nuk po them Sali Berisha. Ore po them sot na ka ftuar për presidentin që ka shkel Kushtetutën ose jo. Për këtë do themi ndonjë gjë? Donte një urim për doktorin. Unë po të them, unë kam thënë para urimit zoti, inshallah i boti 100, sepse po sroti doktori, larg qoftë zot, me rëndor flamurit, pastaj iku për lesh shpuzita. 120 ka thënë doktor. Okej. 120 ka thënë. 120 shkoj, më mirë, ai 100 herë se sa bie dorë flamurit, më turp pse. Inshallah zot rroj. Pak në uroj të dyve nga. Pa se meriton se bën hije kot TikTok. Okej. Ai bën hije kot TikTok. Ai doktorit pa nga 100 qartë. Si blushi të kthehemi tek zoti Sula sapo rrëzuat atë që ju thatë, etikën tani. Ju bëni ai urim bëri edhe për 120 për zotin Berisha dhe për zotin opozita. Po nuk është etikë, qëndrojmë ke etika. Qartë, për qëndruar te etika zoti Blushi, tani ju e njihni presidencën nga brenda, le të themi, dhe e dini se cila është shkelje dhe cila është jo shkelje. Në 7 pika, mund na thoni se cila për ju, domethënë mendoni që është një shkelje e cila duhet marrë në konsideratë dhe për ta çuar përpara procesit të shkarkimit. Dhe ku ndryshon ky proces nga ai procesi i dikurshëm që u nis për shkarkimin e Ilir Metës? Po era mos e quaj fare atë maskaradën ajo ishte. Po e nis nga pyetja e fundit. Kemi 2 momente kur kërkohet shkarkimi i presidentit, pra rastit të zotit Meta ku presidenti pretendoj se duhet shkarkuar pse kishte mbrojtur Kushtetutën. Pra Ilir Meta do shkarkohej si president me argumentin që ka mbrojtur Kushtetutën. Bajram Begaj po kërkohet të shkarkohet si president sepse ka shkelur Kushtetutën sipas opozitës në të paktën 7 pika. Pra ka dekretuar zgjedhjet në vlerësimin e opozitës në mënyrë antikushtetuese, ka ndërprerë në mënyrë antikushtetuese mandatin e gjyqtarit kushtetues, sepse opozita beson se kabineti i tij është përfshirë në zgjedhje në mënyrë jo kushtetuese. Gjithashtu sepse presidenti refuzoi të ndalonte trupin diplomatik të përfshihej në fushat referuar farsës së 11 majit dhe besoi dhe dekretin e presidentit që miratoi ligjin në vlerësimin tonë antikushtetues sa i përket çështjes komisioneve hetimore dhe pika e 7 mos gaboj ishin përfitimet personale, pra çështja e pagesës nga një klinik private dhe mos gaboj përfitimet e djalit të tij si person i lidhur në momentin. Por në këndvështrimin tuaj, u nxitua opozita zoti Blushi, u nxituat siç pretendoi zoti Sefa që thot opozita do të kishte marrë masat për të bërë një hetim para prag. Ose a ka një në dietën tuaj ka një hetim më të detajuar që pritet të publikohet ditën vijim? Opozita besoj nuk duhet të ngatrojmë rolet. Sigurisht që opozita ka një të drejtë për të hetuar, pra referuar ngritjes komisioneve hetimore apo sigurisht në kuadrin edhe në të veprimtarisë së parlamentit. Por sigurisht tani çështja e dekretit besoj u shpreh vetë gjykata kushtetuese në lidhje me zgjedhjet e Tiranës. Tani kur gjykata kushtetuese stopon, pezullon një akt në gjykimin e saj
antikushtetues, tani çfarë debati duhet të bëjmë ne? Sepse gjykata kushtetuese, edhe pse është një institucion pothuajse tërësisht i ka, por që dita ditës po i dorëzohet dhe ky institucion në dorë Edi Ramës, edhe kjo është gjithë me Unë konsiderohet i kapur në momentin që edhe anullon në zgjedhjet për Tiranë. Është një, më fal, gjithë debati tani sot është, domethënë, jo vetëm te presidenti në vetvete, por edhe te çështja e gjykatës kushtetuese. Edhe fuqia reale që kanë institucionet. Është një institucion i cili po degradon ose më saktë po i serviret në pjatë Edi Ramës, sepse dihet përpjekja e shpejti për të cënuar sigurinë juridike. Kur një gjyqtar kushtetues këtu nuk ka siguri juridike se përket mandatit, për çfarë siguri tjetër juridike më të flasim në Republikën e Shqipërisë. Dhe kjo është tentativa, më falni ta mbaroj, zoti Sevi, kërkoj ndjes për ndërprerjen. Kjo tregon edhe një herë pra alarmin që ka dhënë opozita sa i përket përqendrimit të gjithë pushteteve në një dorë të vetme, e cila nuk kursehet për të nxjerrë këto institucione në raport me kushtetutin, në raport me ligjin, për ta nxjerrë këtë shtet totalisht një shtet karagjos. Jo vetëm një shtet kriminal, por edhe një shtet karagjos. Zoti Blushi ka qenë pjesë e presidencës, ka qenë një president shumë e veçantë e zotit Meta, me thënë drejtën, me qenë i sinqert. Edhe e papërsëritshme në raport me mbrojtjen e kushtetutos. Se dim nëse do përsëritet, edhe mund të përsëritet. Unë i referohem situatës aktuale. Vetë zoti Meta ka thënë që do rikthehen në presidencë, kështu që mund të përsëritet. Do rikthehet pas zoti Meta është ende i ri në politikë dhe besoj e ka treguar ambicien e tij pas 2-3 dekadash. Do të them diçka që lidhet në fakt me rolin e presidentit. Presidenti normal nuk është ai që ishte zoti Meta. Zoti Meta mori një rol disi te kompetencave të tij, por detyra për cilën e mori dhe nevoja për cilën e bëri ishte sepse ishin rrethanat politike në Shqipëri që i detyroni që ai dilte jashtë në disa raste në vlerësimin tim edhe te kompetencave të tij. E bëri për një të mirë më të madhe, me thënë drejtë, sepse mbrojti disa nevojat. Si? Interesi kombëtar. Po, mbrojti disa interesa. Unë kam vlerësuar në vlerësimin tim si jurist, po them, në disa vendimare të tij ishte te kompetencave të tij, por që i shërbenin shoqërisë, i shërbenin qytetarëve në atë moment caktuar. Pavarësisht se si është roli i presidentit i përcaktuar në kushtetut. Presidenti në Republikën e Shqipërisë është përveç se honorific, nuk ka asnjë detyrë tjetër. Dhe shpërndarjen e këtyre në shtetësisë jo më të dekoratave e ka heq, e kupton edhe dekoratat e ka heq presidentit me ligj. I shpërndan Rama tani. Jo, nuk i shpërndan qeveria, po ka bërë një rregullim tjetër ato. Rregullim tjetër. E rrëzuan atë për nesër. Po sepse edhe kështu që boja jep tash. Vetë në vetë. Bë deklarata pa vlerë. E rrëzojmë ato prapë. Jo, bën deklarata dekorata të pa vlerë. Ka një rol, Po pa vlerë sepse. Por zotëria hoqi. Presidenti gjithsesi po pa vlerë sepse po merrin dekorata lullo njeriu pa për tu kriteret, Edhe mirë bë. Por atë rol, se nuk marrin gjithë se ju drejtua Komisionit Venecia. Fitoi 5-0 në Venecia, ka fituar 5-0 në Venecia. Zoti Sula thotë u bën dekorata do bën pa vlerë, po mori rol zoti Meta, mori rol aktiv, jo si domethënë kompetenca ose u bë diarre dekoratash. Në inicimin e veprimeve kur u shkatruar çdo njeri që duhet të kishte dekorat, kjo është detyra e vetme që mund të partitë që mund të ishte aq i njohur, prap merret tash. Se ka ca kritere që tani kjo puna ja hoqi dhe atë punë. Më fal, dhe atëherë betejë për gjykatën kushtetuese ka qenë. Aty filloi, erdhi ligji i betimit të gjyqtarëve. Aty filloi Telana. Po pra, aty filloi domethënë, aty filloi gjithë diskutimi. Po të them që sot roli i presidentit me ato kompetencë ka, me ndryshimin kushtetues është rol honorific. Qartë, nuk ka ndonjë kompetencë të jashtëzakonshme. Përveç se në miratimin e gjyqtarëve kushtetues kur vjen mandati për 3 antar gjykatës kushtetuese, që ka presidentin në kushtetut. Për rolet tjera unë nuk di të ketë domethënë ai rëndësi të jashtëzakonshme. Për rastin konkret, opozita po bën një betejë politike ore. Ka drejt ta kërkojë shkarkimin e presidentit 5 herë në ditë. 5 herë në ditë, të veja tjetër do ta shkarkoj. Puna është ai shërben apo jo? Qofse mendon se shërben dhe ka një llogari elektorale që i vjen në ndihmë, po. Jam shumë dakord, ta vazhdoj. Që opozita mbrohet me një fitore të Erion Veliajt. S'është fitore Erion Veliajt. Pezullimi i dekretit është fitore Erion Veliajt. Mos është fitore e ligjit o vëlla.
Ose shpjetore se që parë më thënë ose merr me emrat, po merr me institucionin, tani merresh me emrin dhe harron që fakti Erion Velia do të prevalonte interesi publik e interesi Erion Velis. Opozita, në vlerësimin tim nuk duhet bësh pjesë në atë. Çfarë the pak më parë ti? Se për interese situatave politike, për interese madhore, presidenti Meta, ish presidenti Meta. Ka marrë disa veprime që kurse në rastin konkret opozita nuk merr interesin, prevalon interesi publik. Për qytetarët e Tiranës janë pavetare bashkie. Por intereson Erion Velia. Një pyetje kam unë. Intereson Erion Velia. Atë që çfarë nuk gathon pra atë, do të që edhe sharko dhe bën protesta dhe prapë dalim në një tjetër temë. Ju lutem, ka shkelur kushtetuta. Ju lutem se po dalim në vlerësimin tim Ka shkelur cilën? Në asnjë rast zoti Sefa këtu nuk mund të toleroj sepse dua t'ju kujtoj pra një arbitër të pavarur të Komisionit Venecias. Po në çështje që është drejtuar, në çështje që është drejtuar, ka pas drejt. Një moment sepse protestë që mos votohej, mos betohej Kelana antar gjykatës. Ma kam qenë protestë, nuk më thon dot, më kam qenë aty. Kam qenë aty. Krahason pa krahasueshme. Qenë aty. Sepse krahasimi është kemi njërin që qëndronte për kushtetutën dhe kemi njërin që shkel kushtetutën për çu lekë shtëpia. Deri dhe për çu lekë shtëpia e çon. Imagjino se ç'a bën për urdhra politik pastaj. E çove nga dekreti te lekë shtëpia. Sepse fillon nga dekreti deri lekë shtëpia që shkel kushtetutën. E kupton pra? E kupton? Ky është diferenca mes dy presidentëve. Dhe nuk mund të bëhen bashkë. Mund të barazosh. Ose thua që edhe Ilir Meta ka shkel kushtetutën dhe bën qendrimin. Në asnjë rast. Ja po them unë për shembull, doni vlerësimin tim. Nuk i dekretoi zgjedhjet për vakancat, një vit rresht i dekretoi kur i nevojitesh e kur i vinte për ndersani Berishës. Kaq, zgjedhjet lokale në 2022. Zgjedhjet lokale në 2022. Apo jo? 6 mars Cilin ligjin për të bërë zgjedhje për të zgjedhë dekreti. Për të zgjedhë dekreti për zgjedhje lokale. E keni nëmruar Këshilli i Ministrave për vakancat. Më të merrni me një gjë të kaluar. Zoti Sefa, një vendim plotësisht kushtetues. Kushtetues. Sepse gjykata kushtetuese kushtetues. Zoti Blushi sigurisht duhet të përgjigjet për atë. Është kushtetues sepse kemi 5 vendime zoti Sefa. Nuk kemi asnjë akt. Ata ka pas pasojat politike, pasojat juridike mbaruar. Ne themi tani sot të vazhdojmë. O zotri, mësojmë se çka ka shkelja e kushtetutës është akuzuar. O zotri, po ta them si ju i ka marrë gjykim politik, ka marrë edhe gjykimin. Kushtetues ka vendime për të çështë. Ka vendime ajo ka vendime gjykatës kushtetuese, ka vendime të Venecias. O zotri nuk merrem me ata, unë po them. Janë vënë efekte politike dhe juridike, ka marruar. Në raport me ligjin, ku të shkojmë? Dakor, por në raport me ligjin. Po ta them sa filloi fjalin. Në rastin konkret, nëse opozita thotë që dekreti i zotit Begaj është absolutisht. Po këtë tha gjykata kushtetuese, e tha gjykata. Po tha gjykata. E pezulloi gjykata. Pezulloi o dash. E pezulloi opozita ta dekretin shurse të pezulluar dekretin. Zoti Kogaj, për Tiranën lutem ta bëjmë të kuptohet edhe për publikun. Ju lutem çfarë po flasim? Po çfarë po flasim? O zotri, le ta them. Nëse opozita thotë që është shkelur procedura në nxjerrjen e datës, e thot gjykata. Ta përfundoj. Opozita pra. Opozita sepse thotë ka thënë gjykata. Po edhe opozita përpara ka pas bindje që nuk duhesh dekretuar data zgjedhjeve. Dakor, po pyetja që ngrihet gjithë histori është, pse mori pjesë në shkarkim? Në procedurë që procedura është shkelur me 2 këmbë në Këshill Bashkiak, kjo nuk diskutohet. Si avokat kur fillon puna, një. Ku mori pjesë? O Indrit. Dhe çfarë bëri për Këshillin Bashkiak? Zotri, çfarë bëri Këshilli? Pra një bashko o Indrit. Çfarë bëri Këshilli Bashkiak? Çdo proces penal dhe proces civil, çfarë bëri Këshilli Bashkiak? Çfarë bëri Këshilli Bashkiak? Çdo proces penal dhe proces civil në gjykatë, shkallës parë, 5 gjykatë të lartë, gjykatë kushtetuese, gjykata e Strasburgut, nuk fillon themeli. Fillon procedura. Procedura është tash. Mos e bëjmë shumë teknike. Gjoni mërburi, ç'do të më gjuh tani. Po tra procedura nuk procedura. Opozita. Sot procedura është në rregull. E shkarkimi. Si ka votuar? E ka votuar. E ka votuar. Jo. Pa e ka pranuar. Ai ka pranuar. Jo. Pa votoj më vëlla.
Ore, bashkoj votët më zotëri. Kur mbaroni mund ta bëjmë se çka ka ndodhur. Ore, bashkoj votët Allah. 5 ditë për shkarkim, për çka ka votuar? Për shkarkimin që është jo Propozimin për shkarkimin. Propozimin për shkarkim. Qendri politik është zotëri. Po qysh, një minutë. Qendri politik propozimi ishte po opozitë që ti se thua. Klasi vetë opozita. A e kërkoi opozita? Jo, a e kërkoi opozita? Propozimi. Edhe një herë, ajo Ju lutem. Jam ndalon. Ka një Jo, një sekond. Ka një gjë tjetër. E parë punë se ajo. Ju lutem. Ta kanalizojmë, Ju lutem për të shkarkuar. Ta kanalizojmë të diskutimin. Ju lutem. Sot tani që është ligji. Ju lutem që ta dëgjojmë njëri tjetrin sepse aty ka ajo precedenca, po shkojmë. Ka ajo që ka dhënë në 2019 në ke shkarkimi Zefilës. Po, duhet të tyma. Nuk do ta dëgjojmë. Zoti Koka, ju lutem. Bashkiak, do ta dëgjojmë të Ramas vetoj ligjin, apo pse pres nga Ramas vetoj ligjin unë? Po ju lutem. Nuk e pres fare nga Ramas vetoj ligjin, po fare, më fare. Po, ore si ka mundësi që kur e shkeli Baron Pega, thua që e ka tepruar Gazbardi që e ka denoncuar dhe kur opozita voton politikisht një propozim e pas ka shkel opozita ligjin. Po kush ta Po këtë po thua mo. O zotëri, unë nuk prisa po them që Rama. Edhe nuk dëgjon vetë çfarë thua. Po kur mbaroi emisioni, e ke edhe në YouTube. Ku të shihni gjëra çfarë thua. Rama zbatoi ligjin, po them se unë e di çfarë është. Nuk e pres nga ai. Po them pres nga opozita. Mos ta veproi Nati analizën më burr. Verboni Nati. Po ti dëgjoj fjalën na burr. Po ta dëgjova pra. Çfarë tha? Po kë ka qenë aty më burr. Po pak nga Edi Rama. Jo, çem ka qenë. Si ishte aty se pa dhe marr mandatin. Po ka marr mandatin. Nuk ishte. Nuk ka qenë. Unë nuk pres nga Rama të zbatoj ligjin, mos e po ta them prap. Por janë Terezi dhe një herë po them edhe. Megjithatë ka votuar një propozim more. Dhe prap nuk opozita. Zoti Sefa, Zoti Koka, duhet shkarkuar në 9 maj. Ju lutem, t'i japim drejtim. Jo Veliaj, duhet shkarkuar në 9 maj. Zoti Sefa. Do e marrim bash drejtimin. Opozita kërkon zbatimin e ligjit, ti thu pse i shkon brapa Ron Veliaj. Po të heshte Ron Veliaj, po të heshte opozita, do të Zoti Sefa, Zoti Koka. Në 9 maj, në 9 maj, duhet shkarkuar në 9 maj. Nuk është si ujë gomarit kjo, ftohtë grota. U po të them, opozita ka bërë shumë. Daje mendin, jemi opozitën, jemi Ron Veliaj, jemi president ta marr vesh don. Se ku do debatojmë bashkë. Me opozitën me Ron Veliaj sa më me thënë drejtën. Po me presidentin jeta ta di pastaj me ka përballë burr. Jeni sinqert me Ron Veliaj nuk jam unë. Janë ata që gëzojnë. Kush? Ata që gëzojnë që janë Andaluzi në Tiranë. Kush? Kush gëzon kuptohet në këtë vend. Edi Rama diun që është gëzuar. Gëzuar Edi Rama. Po, është gëzuar shumë. Rregull. Po, është gëzuar, po. Rregull, okay. Po pra. Rregull. Po, unë mendoj kështu mendoj. Ti mendon? Domethënë që ka gëzuar Edi Rama. Po, është gëzuar. Po unë mendoj që i ka madje unë shkoj unë mendoj që ka ndaluar ai zgjedhjet. Po Edi Rama ka ndaluar ai. Vion se fiton opozita. Jo se fiton opozita, ka pafri. A do të flasim që kështu si po flas tani, je duke folur ti qesim. Në rregull. Do flasim për atë që kemi. Do flasim për atë që kemi. Kanalizojmë këtë tema. Se je jurist zotrot edhe un gazetar, apo do flasim kështu? Sipas Inarve. 8-0 pasi vendos Rama. Të riqem unë. Duhesh kur të flet Inati. Çe Inati nuk flas. Për atë që deri di ishte pa mundur. Jo, është pa mundur. Levi, për atë që deri di ishte shtëpia jote. Zoti Sefa, Zoti Koka. Nuk po dëgjon, nuk po dëgjon. Dhe njeriu që gjumë fort me bush shtëpisë, është shtëpisë fakt. Dhe këtu janë rregull. Dhe këtu asgjë që nga 2000 vite e krishterimi. Si di brima shtëpisë. Pa, pikërisht pra. E kupton, ja sa bukur. Më fal, ju sapo shkarkua drejtuesin e emisionit. Kështu se e keni po bëhet pa kolegion është. Po bëhet procesi për shkarkimin si Niko Peleshit. Okej. Okej. Vetëm Nikon jo Niko. Okej, mirë se Ju lutem. Zonja kryetare pra. Ju lutem. Një koment të shkurtër për rastin Veliaj sepse ka dy momente procedurë. Së pari, ju lutem, se mori fjalën zoti Blushi me shumë sakrificë dhe duhet të respektohet sakrifica. Mi që se jep Niko Peleshit të japim neve. Po na e moroni dhe ju. Ju lutem. Momenti i shkarkimit të Veliajt ka dy çështje ku duhet ndalur. E para, a duhet shkarkuar apo jo? Ne kemi thënë duhet shkarkuar 8 një orë më parë, në 9 maj, në 9 maj. 8 vite para. Pra sigur publike, firma e tij për cilin Dumani dje dëgjua çfarë tha në komisar se thash ja tregova si provë që e dini që ka firmos. Do ndalim në pjesën e dytë me atë. Dakor, po. Pjesën e Dumanit. Pra, sikur publikuar ai dokument që japi udhën projektit kriminal të aferës inceneratorëve që ka zhytur qytetarët e Tiranës në borxh për 30 vjet, pra jo borxh, po zhvatje për 30 vjet, që në këtë moment Ron Veliaj duhet ishte shkarkuar. Pra pyetja, a duhet shkarkuar Ron Veliaj? 8 vite, ishim shumë vonë. Këtu mbaron çështja tjetër. Çështja pasaj sa i përket zbatimit apo jo të kushtetutës, një president republike, funksionin e tij parësor, thelbësor, kryesor, kushtetues
ka pikërisht mbrojtjen e kushtetutës. A respektoi Edi Rama kushtetutën, a respektoi presidenti kushtetutën, besoj këtë çështje, ose këto dilema i sqaroi gjykata kushtetuese. Qartë. Pra janë dy momente të cilat nuk duhet përfshirë opozita nuk ka bërë si shkelje kushtetuese, opozita përkundërzi ka respektuar vullnetin e qytetarëve të Tiranës, të cilët sot edhe pse nuk kanë një kryetar bashkie, apo jo, e Revelia është në burg, ende vidhen me 90.000 euro në ditë. Kjo është tema e cila duhet të shqetësojnë sot gjithë banorët e Tiranës, që si ka mundësi, sot Tirana është edhe pa kryetar bashkie, dhe afera e senatorit vijojnë, aferat 5D vijojnë, ndërtimet e kullave vijojnë, shkatrimi i hapësirës publike vijojnë, atëherë çfarë po bën? Si mund të dalet kjo masakër? Ka një kontradikt, ka dhe një nonsens. Nëse ajo që thot zoti Koka, që është më i lumtur dhe i ka dashur që të zgjidhë zgjedhjet Edi Rama, atëherë tregon pastaj që opozita që kanë në sinkron edhe në rezonancë të plot me majorancën dhe me Edi Ramën. Pse them këtë gjë? Sepse opozita bën në mbasgabë 44-47 protesta. Shumë mirë, që kemi qartë. Kam qenë për të. Kemi qenë protesta, gjë 46. Ky nuk pushote gjë tjetër. Shqyr që arritëm. U qarku. Bashkun e votat, u martu bashkë. Shqyr shumë mirë. Vim këtu trafik, domethënë ai është brenda, po pasojat mbrapa i kanë për disa vite. Po themi kështu, po bëjmë me gestikulacione që ti bind opozitën. Shumë mirë bëri. Po nuk shkon dhe nuk ka logjik që tani të gëzohesh kur do të bën zgjedhje për të pasur kryetar dhe për të fituar zgjedhjet opozita gëzohet që pse po fillon zgjedhjet. Po kush nuk shkon? Kush u gëzuar? Po kush u gëzuar mëse na habite mend? Po gëzuar. Kush more? Përshëndes vendimin e gjykatës kushtetuese, tha kryetar. Ore, këtë Zoti Berisha, përshëndes vendimin e gjykatës kushtetuese. Po një ligj që thyn kushtetutë më tash. Unë kuptoj që do me këtë bëj çdo politike, po ai burri ka bë burg. Ai lutem prapë, më dëgjoj pra më dëgjoj. Ka bër burg. Më dëgjoj. Vet sepse ai besonte që mënyra si po vepron në shkelje kushtetutës. Për tash ta them. Sa herë ke thënë ti që po ta kishte pranuar Sali Berisha atë vendimin direkt, do ishte fut burg. Po pse se pranoi Sali Berisha atë? E shkeli kushtetutën. Kush e shkeli? E shkeli. Kush? Po një minutë. E shkeli Sali? Tani po respektojmë kushtetutën. Seriozisht? Po tani që po vete tani. Ai pse po shkon prapë? Kur po e shkel? Tani apo atëre? Kur e ka shkel? Se shkon prapë. Ti pra ai edhe shkeli kushtetutën dhe bëri burgun, po këto dy gjëra. Tani nuk po e shkel. Tani nuk po e shkel. Se shkon. Si ku shkon? Po o e shkel tani o ka shkel atëre? Një nga dy është. Atëre që nuk vajti? Po. O e ka shkel atëre? Ku vajti mo? Kur nuk vajti. Kur nuk shkoi. Kur nuk zbatoi masën e sigurimit në vendimin e sepse masa e sigurimit duhet të shprehë parlamenti. Po tani është prapë kushtetuese? Një minutë. Është sqaruar për zgjidhur këtë çështje. Rënduar Biles. Ka ta kushtetuese. U rëndua që kalojnë arrest shtëpie. Nuk e gjeti. Edhe prapë kanë kushtetuese. Po shkel pra. Ça na tha? U rënduar pra. Ça na tha neve Strasburgu? Me qira fjala. A tha që arrestimi është i paligjshëm? I kujt mo? I Sali Berishës mo. A tha është një po për çau liu Sali Berisha? Për qeftë Tiranës? Seriozisht e keti këtë? Seriozisht e keti? Ku është ky vendimi mo? Po dezinformova. Ku është ky vendimi ta shohim ta lexojmë si? Që ka kazus interesante kam thënë. Aty e kemo. Aty ka kazus interesante. Aty more kemo, aty e kemo. Por mos nuk e nxirrni. Jo, aty. Por mos nuk e nxirrni kam seriozisht. Është vërtetë gjë tillë. Mos nuk e nxirrni. Mos e mbani për vete. Dgjoj. Sado antikushtetues. Sado i paligjshëm qoftë. Vendimi i arrestit gjykatës do zbatohet. Zbatohet. Kundërshtoje, anëtemoje, fitoje, siç e fitoi zoti Berisha, siç e fitoi. Sepse po e fitoi pra shumë mirë bërë që fitoi për themun aty. Por shembulli që mund t'japi një kryeminist detyrë si zoti Rama, shembulli që mund t'japi një kryetar i opozitës si zoti Berisha, që konteston dhe nuk respekton vendimet e gjykatës, nuk është normale. Një minutë valla. Nuk është normale. Okej, të flasim nuk është normale. Do merremi pra nuk dëgjohemi tek publiku, dëgjohet vendim që e diktoi edhe lutem, po flasim me rrallë. Ore, jeton në një shtet demokratik që Berisha dhe opozita dhe ne gjithë të quajmë themi që është diktaturë, regjim, gjitha gjërat. Okej? Unë prap narkoregjim, fakt nuk është diktaturë. Narkoregjim po. Edhe unë me që narkoregjim, po të bashkohem me ty. Të lutem jo, po bashkohem me ty. Po bashkohem me ju. Po bashkohem me ju. Mos është pak e rëndë fjala narkoregjim. Po mi pra gjoja pra tash ta them pra. Ta mbaroj. Me narkoregjimin. Bashkëtot, bashkëpunot, martosh, ushqesh, bo biznes, lufton, erzon, apo bashkëton.
Po shkëtore opozita. Nuk e di unë dash. E pra, opozita. Unë se di. Unë nesër do ta quaj. Unë s'kam qenë deputet i PD, nuk e di ç'a ndodhet brenda. Nuk kam thonë herë se nuk e them. Nuk e them. Jo se kam frikë. E kupton dhe unë mendoj që Edi Rama është maskaradë kriminal dhe është kreu i narkoregjimit. Unë këtë e besoj fort, sepse e ndjedhen lëkurë. E shoh edhe kur vriten gjyqtarët. Kur e artikulon, po mi pra kur ai vendos që tua heqi patinat. Të sfidoj ty, të duket normale që opozita. Gjitha këto. Dhe unë besoj që kjo atë që ka fjalën. Të duket normale ty që opozita vazhdon normalitet me këtë narkoregjim? Cili normalitet? Është normalitet. Normaliteti? Cili është normalitet? Shkon parlament. Cili është normalitet? Dan postet. Cilën vend? Dan dekoratat. Dan zyrat. Fal, cilën postë ka marrë që si takon? Da gjithçka me gjithçka. Cilën postë si ka takon? Atë që takojnë. Po atëherë, pra ç'a do të bëj? Atë që takojnë pra. Ç'a do dalë në parlament? Do të bërti do të digin mandatet. Do të digin mandatet. Mblidh. Do të digin mandatet. Jetë ekseligjore. 46 protesta. Zoti Blushi. Si ç'zdove? O dash, aty protesta. A sollën efekto. Kur protestonte Tedi Blushi me ata i bëje gjyq Po, jo. protesta. Dalin protesta. Jo, Na po çike protesta kështu. Jo, më kam qenë protesta. A di kush e ka vrarë protestën? Nuk e ka vrarë Edi Rama. Jo. Është në drejtë në vetë. Jo, e kam qenë unë protesta. Kam qenë unë protesta, shkollën protesta. Vetë ato që janë brenda partisë. Edhe nesër. Edhe nesër. Zbot shu. Zotri. Jo po kështu, jo po ne, jo po këtej. E kupton? Nuk mund të jesh dot edhe opozit. Edhe të jetosh në rahati. Çdo thotë në rahati, mo. Ti marrësh në rroga. Çdo thotë kjo, mo. Bësh në biznes, ti je në luks. Ore vjen keq se ti. Po ta ha, vjen më ta them unë. Ore ti gjë, po ta them prapë. Ti antar i Partisë Demokratike, po antar. Po ta them prapë. Po ta them prapë. Ç'është kjo logjika? Pikërisht pa këtë. Ç'është kjo logjika? Po ti si jeton ti? Të lutem, ja po ta them prapë. Po ti si jeton si varfanjak jeton? Jo. Jo ashtu. Se ke punuar jo ashtu. Ja pra. Ashtu si jo mor burr. Po si jo ashtu mo. Jo nën. Po nën kujt mor? Nën çadrën. Nën çadrën e kujt mor? Të lutem. Maj rrogën e vet mor vlla. Ore maj rrogën e vet duke bërë punë. Jo rrogën ashtu mor, jo. Ore kanë të drejtë bëjnë. Jo rrogën mor. Jo rrogën mor, se rrogën nuk e jep pasi të rama. Ata jetojnë rehat mor. Majoranca e jep shteti. Komunizëm o dash. Jo. Po ti do të dëgjosh buritet. Po mi po dëgjoj. Kur të bën vllai. Kur të bën motra, kur të bën krushku, kur të bën kunati, kur të bën dhëndri, kur të bën goca, kur të bën biznes, në këtë pushtet, merr tendra, merr koncesione. O dash, më falni sekondë, se s'dua ta përmend. Tani të lodh, dalon, këtu vetë daloti. Ore, a është ndaluar të bësh biznes? Ku daloti tash? Po kush janë këta? Ku dalon morllati? Ore, a janë ndaluar të bëj biznes? Diplomatë për dalin për ty. A janë të dalin për ty? S'dal një për mua, s'dal një për këtë. S'dal një për atë. E zëm se këta motra të vëzhgjet janë kundërshtim me ligjin këta, edhe si kundërshtim. Pse i quhen ti pra oligark ato që marrin? Cilet oligark? Koncesione. Kur merr pasurinë, kur e merr krushku jot. Kur e merr në kundërshtim me ligjin po. Kur e merr baba dhëndrit tat. Po. Apo kur e merr Cili? Kur e merr baba e vajzës vjeri dhe vajzës sate. Kjo është kjo është e keq. Kur e merr parkun fotovoltaik. Dash, thu një rast ose mos thuj kështu. Se ti ke qenë dhe para të muaj. Është riu më fuqishëm, ha? Çet ka strati po Zamir Mane, është oligark. Ti jo, nuk ka. Ja, s'është kështu. Jo, s'janë oligark. Ta them unë që s'janë oligark. Jo, them unë. Jo, nuk janë oligark. Asi nuk kanë oligark. Çfarë ato? A di kush janë oligark? Po këtu pra ishte sekretari në këtë studio ishte para 2 ditësh, sekretari përgjithshëm Partisë Demokratike dhe akuzoi pronarin e medias këtu. Që shumë shpejt do të bëjë shumë vërteta. Para 2 ditësh sekretari numri 2 Partisë Demokratike erdhi këtu në këtë studio dhe akuzoi pronarin e sa media. Bëj gjyq komunist. Edhe sa që shoh, nuk bëj gjyq komunist. Bëj gjyq komunist. Nuk bëj unë. Jetoj mirë ata. Unë nuk bëj unë. Unë po them që jo, unë nuk them që galigati që të bëjë opozita. Unë nuk them ashtu. Po siç e nga kjo. Unë nuk them ashtu. Po ç'është kjo? Se është arikulim super rrezik. Se siç ja bën ti atyre, vin ta bëjë aty ata nesër. Ndërkohë që ti ke punuar dhe punon në mes dhe. Jo. Ka e gjë e jote. Po do punoj. Po shumë mirë që bën. Po s'ka marr fondon. Po s'ka rëndësi. Po s'ka marr unë. Gabim Petra. Qofse kanë marrë njerëz të tjerë. Ke bërë gabim. Qofse kanë takuar për të marrë, do t'i merr. Sepse kanë konflikt interesi. Kush e di çfarë Është një politik. Konflikt interesi, se lejohet politikanë. Po ke konflikt interesit pra. Presidenti i Republikës State. Çuni merr 30.000 euro të Jansiku dhe ky gjithë siguracionet i bën Jansiku. Presidenti jot. Çfarë po them? Pra ti pas ke moralin e konfliktit interesit. Kurse presidenti jot thonë s'ka problem se ky sa është ashtu. Po këto më nëse po të them prapë është përpara të përmbushit të fillimit të tyre këtë gjë. Se kjo ishte interesante kjo Jansiku. Ajo miku im. Opozita duhet hajë dhe në kuptimin figurativ të gjës. Dhe më dhe. Ke gabim.
Po mi të dhe shpit, të gjumë, pra të marrë rogët, marrë e tendra, bërë biznes, opozita lufton të shkurtoj ditët pushtetit. Pa tjetër, more. Si e shkurtoj ditët? Duke sjellë si pushteti? Jo, duke sjellë si pushteti? Po kush po sjellë si pushteti ka privilegje? Po kush po sjellë bëjmë biznes? Kush, thuj një. Një moment. Sot kishë një artikull për krushkun e një figuret lartë Partisë Demokratike. Park fotovoltaik. Unë portale Gjobvëndse dash nuk lexoj për fakte. Qofse ty të mjaftojnë si fakte, zgjedhje jote. Jo. Portale Gjobvëndse dhe portali Vogul nga Dirama nuk lexoj zotri. Unë informohem nga kolegët që i di që janë kanë sekretar. Nëse dalun, daja im. Nuk bëj gjobën nëpër portale. Ne çivem nga portaleve. Ato nuk janë fakte dash. Se nëse këto që sulmojnë të Ëndrin, do të sulmojnë ty. Mos je pushim ty. Kur je deputet, kur je ministër, mos je pushtet, mos je zë. Kjo funksioni. Unë s'kam njëri me to. Jo, më fal. Demokratët e thjeshta që votojnë 100 herë më të marrin. Tendra, bëj punë. Ja, kur e merr tash politikani. Kur e merr njëri politikan që do thotë që ka ndikuar politikani, natë. Da do vërtetura, jo? Po mirë, ti të gjëra. Politikisht nuk është normale. Unë kam vështirë. 100 herë ta kam shpjeguar. Ne kemi 4 të debatojmë me ty. Sepse 4 muaj më parë ti ke qenë. Nuk më shpjegoj. Po pra, sepse nuk jam një lloj si kolekti mi. S'jam një lloj. Se jam do ta mbyll me kaq. Do ta mbyll me kaq. Jam, dëgjoj. Do ta mbyll me kaq. Vem nga pakun se do ta mbyll me kaq. Jam i vetmi. Jam i vetmi politikan, nuk kam burrje. Jam i vetmi politikan që kam shuar shkresë tek LDP-ja për konflikt interesi. Por të marrë familja ime të aplikoj për fondet e zgjerimit ose jo, pa pas skandali. Në një kohë që të gjithë sugjeronin që du ta bosh, që unë prap përgjithshmëria kanë është që drejtori i stacionit. Këte po flasim pra. Edhe mbyllin gojën pastaj. Jo, një sekond, shumë dakord. Edhe ato ti mund të kesh drejt në disa gjëra, por këte po flasim. Ti tregove rastin tënd. Dhe unë po them që i njëjti rast, presidenti i Republikës së Shqipërisë, nuk po përmend emra, ka bërë krejt kundërtën. Ndërkohë që jep dhe firmos firmos gjitha siguracionet. Iki presidenti në moment. Merr 30.000 Unë kam Erakun tek opozita. Unë kam Erakun tek opozita. Opozita është në nivelin që detyrë që kërkon kombi një shpital. Nuk vale ta mbaroj. Nuk vale ta mbaroj. E morë statusin si avokat i presidentit. Po pra, edhe po çoj deri në fund tani. Çoj deri në fund. Tani unë pash dhe Dekorat nuk do marrë se kam. Nuk e ja ka hiç. Do të paguaj me vizita jashtë pune. Mos ta thotë, ka specializim të vështirë. Tani unë doja të thosha atë që tha zoti Koka. Unë pas statusin e zotit Bardhi me thënë drejtën dhe kur e tha akuzën në fillim. Lidhur me djalin e zotit president. Domethënë kur e ka marrë tendra, do bëjmë kallëzim SPAK e gjitha me raste. Po, lidhjen që pretendojnë nga zoti Bardhi. Korrupsion. Edhe por nëse ka të vërteta shumë mirë do bëjmë, s'ka gjë keq. Jo se gjë. Bilit ka për detyrë, kushtetuese. Ka për detyrë. Tani un pash, pash tani, por jo pash fatura, domethënë pash xhirimet. Në vitin 2024, presidenca ka marrë nga kompania në fjalë shërbime në vlerën 140 euro. 140 euro. Ka që shërbimi që ka marrë presidenca. Për çfarë kompanie? Një kompani siguracioni. Ka ik një funksionari i presidencës jashtë shtetit, ose 5 funksionarë kanë bërë sigurim jetë. A ka dëm? Jo. Ka bërë sigurim jetë. Nuk e bën tek Andrea, e bën ke Bledioni. 140 euro. Pse nuk e bën, pse e bën vetëm ke Andrea dhe jo edhe ke Andrea dhe Bledioni? 2024. Në 2025 ishin më shumë. Ka problem. 2025 ishin më shumë, ishin diku te 400-500 euro. 2025. Ndërkohë akuzohet që ka bërë korrupsion për kjo kompania ka marrë nga presidenca 140 euro dhe ka bërë korrupsion 30.000 euro. Tani nëse ka korrupsion 6.000% asaj bie, nuk e di, se nuk e di. Po konflikti interesit. Po vlla, konflikti interesit. Ky konflikt interesit, sa i ka marrëzhin që të ta marrësh konsiderat. Fal, ka gjyqtarë prokuror që janë shkarkuar për gjëra edhe gjëra bazike, ëh? Nuk janë për kështu tani se kjo s'është tani, po ta them, nuk ka lidhje kjo. Tani unë nuk e di çfarë funksioni bën në kompaninë e sigurimit djali i presidentit. Po ti pas ke bërë të gjitha analizë, pas ke mësuar çfarë bën ai djali. Nuk e di, pra unë e di që është mjek. Po pra, po çfarë? Ku është punon në Shqipëri ky çuni?
Po tani ne nja 2 vjet punum remot nga shtëpia apo jo? Pyetje, ky punon nga Shqipëria apo jo? Punum u izolum në shtëpi nja 2 vjet apo jo? Edhe u bë dhe tradit kjo se kërkoj dhe në punë, edhe prezent edhe remot, se është kërkesë pune tani. Që bëm jashtë kamerës. Si punon apo jo? Ta bëjmë diskutim që bëm jashtë kamerës. Që më the, që me shumë gjas ky zotëria i ka ofruar konsulencë mjekësore, pra. Po pse si ka mundësi që me gjithë to mjekët tjerë, kemi shku pikërisht ke çuni ke Klajdi Bega, që është me qira fjala në Gjermani duke studiuar. Si ka mundësi? Sepse mund si do specializim. Është specializim që e ka vetëm ai, Po mund ta ketë vetëm ai, çfarë them tani? Mua më tregon nevojat që ka kompania ti. Unë po them, nëse ti thua që kompania ka bërë korrupsion, ka marrë nga presidenca 140 euro dhe ka paguar 30.000 euro, është diskutim tjetër. Ja deri ku shtyhesh ti për të justifikuar presidentin? O zotri, ka bërë korrupsion. Ne po flasim mirë, po bëjmë. Ka marrë 140 euro, 140 euro. Është korrupsion. Ka marrë kompania dhe ka paguar 300. Korrupsion. 30.000. Po është korrupsion. Është korrupsion. Tani, nëse ti më thu, ligji thotë që është është korrupsion. Një minutë. Po i pyet direkt ty. Është dhe konflikt. Ti interesave ta ke. Po i pyet direkt ty. Një minutë, Ai shkoi pyeti direkt të para apo mos marrë direkt atje. Bëj një pyetje direkt on ty. Po pse VKM-ja që ka marrë dhënë Sali Berishës pronat është korrupsion? Po. Jo, nuk është. Kështu, jo është korrupsion. Nuk është. Kështu është pra. Nuk është, se ta mbrojmë prapë. Korrupsion sepse VKM-ja nuk është nominale. Sepse kjo nuk është pra. Kalon ke dyta. Po në ironi, po. Jo, nuk është ironi. Do më është tamam. Bledi, bledi, thash jo. Edhe unë e mbroj edhe prapë, jo. Edhe prapë. O zotri, edhe prapë që kuptosh i dallimin. Mendimit të bëra jo serioze. O Bledion, o serioze biseda. O Bledion, o serioze. Sepse e kam thënë dhe ngelem mendimit absolutisht që një VKM që është kolegjale nuk mund të ketë përgjegjësi personale kryeministri djeshëm zoti Berisha, sot Rama apo çdo dje Meta ajo, pse? Nëse vërtetohet ana objektive dhe ana subjektive që ka ushtruar presion apo gjithçka, se ka VKM ka një propozus, ka kupton, edhe se cili nga këta do të ketë rol vendimtar jo tash edhe prapë nuk e qenë. Edhe në rastin konkret, nëse fëmia tit valla. Nuk ka rëndësi, është emri Klajdi apo çunë tjetër jo. Krye një detyrë në një vend tjetër dhe merr një pagë apo me një shpërbim. Kompani private. Kompani private. Po nuk e ka marrë shtet për zotëri, e ka marrë privat. Tani shikoj çik. Ta voj që gjë tani. Privat, o zotëri. Nëse me shtet po. Konflikt interesi apo jo? Konflikt interesi po. Rroga. Se lutem. Lexoni ligjin, sepse presidenti i Republikës shkon i thot bëj sigurimin e makinës. Çfarë kompanie ke siguracion e makinës? Lesën për për reklam. Të shimo se boni kështu. Presidenti i Republikës i thot në gjë, sa shumë mjesë kush digi jashtë shtetit, po. Ka marrë siguracionin ti 140 euro do të filan vend. Tani një sekond. Po nuk është gjë. Ai bën administrata. Apo ja ti që ty sekretar përgjithshëm, kush e bën atë? Që thotin driti, e ka rrogën, aq sa që kanë 2 drejtorët e kryesorë të kësaj kompanie. Pyetja është, ky është drejtori i kësaj kompanie? Sepse rrogat që merr ky që ka marrë për një vit janë të barazvlefshme me rrogat që kanë 2 drejtorë, 2 CEO-të kryesorë të kompanisë. Po mbase bën. Nuk e di më për çfarë është punë që nuk e bëjnë dot të tjerë. Atëherë i bie ose i bie që të jetë çuni presidenti jetë pronari i kompanisë. Kush e di çka ose është drejtori i kompanisë. Kjo do gjetër pra. Do gjetër. Po, patjetër. Qofse është pronari, ka indicie, prandaj të mirë. Për momentin un kam këto indicie, të cilat janë të dyshimta dhe ngrej dyshimet për korrupsion. Tani opozita ka fjalë. Opozita ta thotë fjalën apo do të marrë leje Baromit. E di ku ndahem me ty. Sepse nëse ata e kanë me Barian Begën si individ, është diskutim tjetër. Ç'të thotë kjo? Dgjoj pra ta mbaroj. Ndërsa zotëria nuk përfaqëson individin. Ç'të thotë kjo? Nuk përfaqëson individin, përfaqëson institucionin. Ai është institucioni. Barian Bega është institucioni. Dhe shtur. Po, atë s'po merrem me Arbenkigjin ato, merrem presidentin e Republikës Barian Bega. Është tur për Shqipërinë, është tur për Shqipërinë. Edhe nëse turpi ka bërë presidenti i Republikës, ku ti ngele turpi? Denoncimi të Gazbarit apo Republikës? Me institucionin, do të jesh 100% i sigurt që e ka bërë, sepse do të jesh. A kemi thënë pra të deputetët që hyn nga lista, kështu që u mor me presidentin, do shkarkojmë tani, do shkarkojmë pastaj se ka bërë dekret, se ka bërë kështu. Turp e faqezez. Turp. Rastin e zotit Meta.
Turp e faqezes, i kemi dalë këtu dhe kemi dhënë turp t'i vinë aty deputetëve që merren me presidentin e Republikës. Sepse fund ditës ishte aty dhe mbronte interesin e qytetarëve. Ashtu siç e mendonte ai. Ashtu siç e mendonte me vajin, mos nuk bashkohet ujë me vajin. Pse po krahason pa krahasueshme? Ne po flasim për një aksion parapolitik për çka kur presidenti e Republikës. Ti ke një president me emër zotin Meta, edhe nuk njeh me institucion, unë njoh institucionin në zotëri. Për mua zoti Begaj do ikë një ditë që aty. Trashëgimia që le, duke përdorur president, bën presidenti part-time, paradite presidente, masdite bën kolonoskopi. Këtë duhet ta vërtetoj pra. Këtë duhet ta vërtetoj. Ai kujt i ngelet turpi? I ngelet emrit apo i ngelet institucionit? Domethënë, ishte turpi edhe i ngelet emrit apo institucionit? Ne zoti Koka her pas here kemi kërkuar intervistë nga presidenti edhe gjithmonë na është thënë nga zyra e shtypit që s'ka kohë sepse është i zënë dhe me angazhime. Siç u kuptua, ka pas burë vëlla. Ju s'paguani ai me lekë 200 euro ora. Mua më vinte, domethënë, ishte për të ardhur keq kur sulmohesh dhe zoti Bujar Nishani zoti. Çfarë nuk thoshte opozita atë? Çfarë nuk thoshte? President, idej, por trashëgimia që le presidenti, trashëgimia që le presidenti në detyrën e tij, çfarë trashëgimi laj? Si? Shkelin herë kushtetutën i ndjeri? Po kush e cakton tani më se jam dakord. Po kur më po prit më datën 31. Unë mendoj që gjykata kushtetuese do ta shfuqizojë vendimin e Këshillit të Ministrave për shkarkimin dhe dekretin e presidentit. Sepse për mua është i paligjshëm. Në këtë pikë mendoj unë po them, mendoj unë. Por prap rolin e avokatit presidentit mori tash mos shprehni edhe rolin e nuk e di me të gjë. Ka kushtetuese. Në prokuror do bëhet në njëri këto. Jo, nuk bëhet ajo. Është dashi. Jo, nuk e bëj dot. Për mua, dashi unë mendoj dashi spakut. Dashi është një arbitër. Jo, është edhe i spakut. Okej. Spakis. Është prokurori spakut apo avokati? Jo, ai është. Po për spakut e hangër aty. Okej, zoti Blushi. Jo, se do të kalojmë në publicitet tjetër. Para se të kalojmë Kalevin e kuqe. Sigurisht debati për mënyrën se si funksionon opozita është një debat parimor, debat i drejtë. Unë kam theksuar gjithmonë që opozita ka jo një, por ka disa gabime që sigurisht duhet të përmirësohen, por mendoj që orientimi i debatit publik, qoftë edhe në studion tuaj, të nderuar nga miqtë e kolegët tanë këtë panel, të nderuar drejt mënyrës se si funksionon opozita, kur përballë kemi një thelbi është refuzoj ta quaj mazorat, por një regjim i cili vjedh nga mëngjesi në darkë popullin më të varfër të Europës. Debati nuk është sot dhe problemi sot nuk është opozita me gjithë problemet që ka. Patjetër, ne prandajmë dhe titulli i emisionit presidenca mes kushtetues dhe opozita nuk vjedh me inceneratorët. Opozita nuk ka në dorë të zgjidhë çështjen e ujit të pishëm. Opozita nuk ka në dorë tani të ul taksat dhe të ul tarifat. Opozita nuk bën apo nuk ndërton kullat në Tiranë. Opozita nuk është shkaktare për trafikun e Tiranës, me që ishim te Tirana. Opozita nuk ka ndikim në rritjen e çmimit të produkteve apo ushqime me bazë të shport. Që sot edhe Partia e Lirisë kishte një propozim për taksën 5%. Pra, këto janë çështje që shqetësojnë shqiptarët dhe për cilat asnjë faj nuk ka opozita. Problemi sot për te diskutimeve se më vjen keq kur shoh, domethënë, kolegë të nderuar që debatojnë për opozitën. Ore, zotëri, problemi është Edi Rama sot. Po, thelbi është qeverisja dhe përballja me të. Ai diskutojmë për atë. Boll morëm, boll ju lutem, është një ftesë e sinqertë. Sigurisht që opozita ka problemet e saj, sigurisht që opozita ka nevojë të përmirësohet, të organizohet më mirë pa diskutim që por opozita sot nuk ka asnjë faj se 1 milion shqiptar kanë braktisur të vend. Okej, do kalojmë një hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer në studio dhe për të vijuar diskutimin.